Gjithmonë them, shoh Bajram Begajn edhe qetësohem. Them, kur është e Barhami president, pse mos janë dhe këta? Qetësohem vërtet, domethënë. Kjo është, kam lexuar për të gjithë dhe ta mbyll. Kam lexuar quhet një libër Dialog me Alen Busken. Është libri i parë i Kadares ku shkoi jashtë në vitet 89 dhe besoj që është intervista e tij më e çiltër që mund të ketë dhënë ndonjëherë gjatë gjithë jetës. Sa kishte ikur nga Shqipëria dhe i bën një pse nuk u dënove. Dhe i thot komunizmi nuk i dënonte njerëzit e famshëm. Kur? I tha i vërtet? Jo, i tha, ja do të sjell një fakt, tha, por çfarë i bënte? Denigrim. Ai thot që Petrozhej, Lazgush Poradeci dhe Mitrush Kuteli, të tre bashk, dinin 24 gjuhë të huaja dhe punonin në sektorin e përkthimit në lidhjen e shkrimtarëve dhe artistëve. A di kë kishin shef? Nasho Jorgakin që nuk dinte asnjë gjuhë të huaj.